Në tetor të 2025-s, qeveria shqiptare, parlamenti, me në krye Tauland Ballën dhe gjithë Partinë Socialiste, nuk miratua një rezolut, e cila ishte bërë nga PD-ja, kjo është tjetër temë, që njifte luftën e Kosovës si një genocid të bërë ndaj shqiptarëve. Pra as nuk e morën parasysh ta hedhim në votë që neve ta njohim çfarë janë bërë shqiptarëve të tjerë si një genocid, ku të gjithë e dim që ai ishte genocid. Dhe dalin pastaj disa shqiptarë të Kosovës dhe thonë, po juve shqiptarë të tjerë të Kosovës pse dilin në protesta, po juve çfarë ju duhet sa ata janë shtet më vete, po nuk ka më të mirë se Edi Rama, etj etj. A nuk ju vjen turp me në krye Haradinaj e me në krye ca pseudo gazetar të lodhur të mbaruar që as nuk marrin vesh nga politika? A nuk ju vjen turp që e quani veten shqiptar? A ka arsye më të fortë se kaq që juve duhet të protestoni që nuk ju njohin genocidin tuaj? E pastaj vini dhe na thoni neve sepse mbrojmë tokat tona, a nuk keni turp? O gazetar të lodhur, o njerëz të poshtër, pasi thoni pse e flisni kështu? Se jeni njerëz të mbaruar, jeni tradhtar.